Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin Helsingborg të Suedis, ku një 21 vjeçar shqiptar ka humbur jetën pas të shtonave me armë zjarri. Ngjarja ka vënë në alarm autoritetet lokale, të cilat kanë rrethuar menjëherë zonën dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave. Gjatë sulmit është plagosur një vajzë 25 vjeçe, e cila ndodhej në shoqërinë e viktimës. Sipas policisë suedeze, deri tani nuk ka persona të identifikuar apo të arrestuar në lidhje me ngjarjen, ndërsa hetimet vijojnë në disa pista. Mediat suedeze dhe ato shqiptare raportojnë se viktima është Mateo Lupi, 21 vjeç, me origjinë nga Fieri, i cili jetonte prej vitesh në Suedi së bashku me familjen e tij. Ndërkohë, trupi i të riut është transportuar drejt Shqipërisë dhe ka mbritur në qytetin e Fierit, ku familja Lupi ka hapur dyert e mortit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.